Edhe aleat tonë, nuk mundemi vetëm. Edhe si kur të mujshim, nuk ish desht vetëm, për shkak se shtete shumë të mëdha edhe shumë të fuqishme, kërkojnë aleanca, gjejnë zgjidhje, bojnë kompromise. Nëse Kosova ka me rezistu prapë për çfarë do arsye, unë nuk shoh që rrethonat në cilat gjendemi kanë me u përmirësu vetë. Nuk përmirësohen, duhet shumë mund, duhet dije, duhet mund, duhet përkushtim për me dalë prej situatave në cilat e kemi sjell veten. Edhe më pyete çfarë duhet me bëu mas pari, duhet me zhblloku situatën në kuvend. Këtë detyrë e ka partia më e madhja. Duhet me zhblloku këtë situatë, duhet me ecë matutje, duhet me i kriju institucionet. Supozoni që ne mrim kështu si ka nis, ne mrim në fund vitit pa institucione. Kishim me qenë në situata jashtëzakonisht problematike. Vetëm tash jemi në situatë problematike, për shkak se sikur të kishim institucione funksionale, sikur ta kishim një qeveri, jo kësi qeverie në detyrë që është e jashtëligjshme fundit, se të gjetën edhe deputet, atyre ne kishim pas mundësi tash vetëm me i fillu takimet edhe konsultimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivelet ndryshme. Kishim mujt me nis me njëherë, që nesër, por nuk mundemi. Çka do të thotë kjo ofertë me një Kosovë pa institucione? Juve ju ka rosë si zënëra të re, me njerë pas luftës dhe para luftës keni kontakt drejt për drejt me ta. Po dhe si politikan, i takoni pliadë zënëratës politikan vitrit Kosovës. Zoti Gjini, çka do të thotë kjo për Kosovën e rast se kjo ofertë në nxen pa institucione? Ne dim që të Amerikanët nuk ka, jo shumë e thjeshtë, nëse nuk je pjesë e tavolinës, je pjesë e pjatës. A muj me përfundu deri këtu? Ajo ma e thjeshta që ka mundet me ndodhë, po flasim për shikuesit tuaj të shumët, është që sot Serbia e ka qeverin, i ka disa politikan të shkathët, nuk po dhe më të mirë në botë, po disa të shkathët i ka ministër të jashtëm, ka kryeministër, cilët veç sot janë në punë. Sot janë në punë. Pas deklaratës. Po ju garantoj që sot janë në punë. Do të thotë, ata i vendosin kontaktet, ata e kryin lobimin e pjesës vetë, e a bojnë argumentin e vetë, ne nuk kemi kush me na i bo argumentet. Për shkak se, edhe këtë ministrën që e kemi në detyrë nuk din me i bo këtu argumente. Është largë realitetit politike, geopolitike, qore dush. I ki fjallin për të një kagaruanën? Absolutisht, është e vërtet, më vjeket që duhet me i thonë të fjallë, po është largë të vërtetës. Po aqë ma tepër, edhe kryeministri i Kosovës është shumë largë të vërtetës. Si e per agimin e ti pikrisht sot mas ofertës e Trumpit, që tha po mas pare, tha të dërzojnë radiosisin, tha mas anej, tha unë i migatëshëm. Punën e parë që e boni është me tregu që ndoshta është të bogati për zgjedhje edhe i vënoj kushte Amerikës me njëherë. Shikoni, në deklaratën sot të Albin Kurtit? Unë e shoh qysh e shohin tjertë. Në marrëdhënie ndërkombëtare, kur bëhet një deklaratë e tillë, mënyra se si lexohet në Washington një deklaratë e tillë është po amo e kam një farë kushti unë. Ndërsa nëse i shihni deklaratat e palëve tjera, janë tepër të sofistikuara dhe të mençura, ata thonë është fati mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vullnet me u involvu. Kjo ka qëndosht me qenë deklarata e Kurtit, jo me ja kallëzu kushtin Trumpit me njëherë. Kjo është për populizëm, apo një qëndrim? Se kemi po zotin Kurti ka ndryshu gjatë që kohës së qëndrime. Qërë, Albin Kurti është mas gjati në pushtet për pos ndoshta, si kryeministër, për pos ndoshta Hashim Thaçit një vjet ja kalon Hashimi. Nëse ky njeri nuk ka mësu kur gjo për ma tepër se 5 vjet, kur s'ka me mësu? Më thonë, është i pjekun në këto menime, në vend se këto kushte që po i qetë tash me i rujt për një tavolinë që e përmenë ti, ku duhet me ullin tavolinë, dhe ku ullin tavolinë thot, ne jemi kretë dakord, kënë regull, e dojmë involvimin Amerikan, po e kemi një problem, po këto thuhen në tavolinë, nuk thuhen sikur me lujt ping-pong me Donald Trumpin. Nuk i qitet kushte me deklarata, nuk qiten kushtet me deklarata, se edhe njëherë për ju them, ne jemi pala që kemi nevoj për involvimin Amerikan. Pala tjetër, me pas mundësi e kish evitu komplet ndikimin Amerikan në këtë situatë. Ne kemi nevoj për Amerikën, jo Serbia. Edhe une, kur e kom ndëgjuat deklarat, që i thot, ne kemi një farë problemi, ata mas pari duen me këthyra dojqishin, që do të thot, reagimi është në deklaratën e presidentit Trump se Amerika do të involvohet në zgjidhjen e problemit. Është kusht. Këto deklarata kështu lexohen jashtë, nuk lexohen qysh po dënë me i lexu Kurti.
Ky mundet me thonë çfarë don, e me shkune për oda, me interpretu çysh don. Po deklaratat e tilla lexohen ashtu që Kosova ende pa nis kur gjo po javnon një kusht presidentit, i cili mas goxha do viteve po e përsërit një mundësi të involvimit amerikan në Ballkan dhe konkretisht në çështjen e njohjes ndërsjellë mes Kosovës. Zoti Gjini, jemi folur për rrezikun e braktisës, si kemi pas shembullin e Afganistanit dhe shumë shteteve tjera. Është për fol shumë për rrezikun, si tashma nuk kemi as në agjendë botës për shkak të zhvillimeve të fundit gjeopolitike, Kina, Tajvani, Iraku, Irani, Izraeli, Palestina, Ukraina, Rusia, prapë rikthye kjo. A duhet më marrë shumë seriozisht apo a mund të jetë ky testi i fundit ose ofrimi i fundit? Hipotetike, s'ka nëse kjo është nuk konsiderohet edhe nuk merret me përgjegjësi ashtu siç duhet të marrë me përgjegjësi një ofertë. Po flasim lullën e luftës më të madhe mes Iranit dhe Izraelit, presidenti Trump jam deklaratë që fokusi i radhës do të jetë Kosova dhe Serbia.